Dy skanerët me rreze X që Gjermania ja premtoi Kosovës vitin e kaluar do të montohen në pikën kufitare në Merdar vitin e ardhshëm në rastin ideal, ka thënë ambasada gjermane në Kosovë. Sipas kësaj ambasade, procesi është kompleks me që skanerët e mëdhenj që do të skanojnë kryesisht maune e kamion nuk vinë si produkt i gatshëm, por se montohen në pikën kufitare në Merdar. Për shkak të kompleksitetit teknik të projektit, për shkak se skanerët me rreze X për transportin e mallrave nuk janë një produkt i gatshëm, por përkundrazi duhet të montohen në vendin e tyre, ky proces kërkon kohë dhe shqyrtim të kujdesshëm. Të gjitha përpjekjet po ndërmerren në bashkëpunim të ngushtë me GIZ-in, institucionet përkatëse qeveritare të Kosovës, BE-n dhe partnerë të tjerë ndërkombëtar. Në përgjigjen e saj, ambasada ka shkruar po ashtu se Gjermania mbetet plotësisht e përkushtuar për të mbështetur qeverinë e Kosovës në sigurimin e skanerëve të nevojshëm për pikat kufitare. GIZ-i që menaxhon këtë proces prokurimi, tenderin e ka shpallur për herë të parë më 19 gusht, ndërsa ka zgjatur datën e aplikimit fillimisht nga 23 shtatori në 6 tetor, si edhe nga 6 tetori në 10 nëntor. Për arsye të zgjatjes së procesit nuk kanë komentuar, me që kanë thënë se janë në mes të procesit të prokurimit. GIZ-i në emër të Bashkimit Evropian dhe qeverisë gjermane mbetet plotësisht i përkushtuar për të mbështetur qeverinë e Kosovës në sigurimin e skanerëve të nevojshëm. Procedura e tenderit për 2 skaner mobil me rreze X ka filluar në mesin e gushtit dhe është ende në vazhdim. Vendosja e skanerëve do të ndihmojë në lehtësimin e lëvizjes së mallrave në pikat e kalimit, gjë që mund të sjellë përmirësime të konsiderueshme për kompanitë rajonale dhe ndërkombëtare të Kosovës. Zyrtarët doganor të Kosovës do të trajnohen gjithashtu se si të përdorin skanerët. Qeveria e Kosovës e kishte vendosur ndalesën ndaj importit të mallrave nga Serbia në vitin 2023, pasi pati vlerësuar se nga ky shtet hyn një sasi e madhe armësh. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pak para se të niste procesi i Berlinit pati konfirmuar se në pikën kufitare me Serbin Merdar do të ndryshohen masat e sigurisë për mallrat që nisen nga ky vend. Ai pati thënë se qeveria e ka ndryshuar masën e sigurisë nga kufizimi i plot në kontroll të shtuar deri në sigurimin e skanerëve të avancuar. Kurti pati deklaruar se pret nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që të ndihmojnë Kosovës në sigurimin e skanerëve në kufi për të garantuar që mallrat që hyjnë prej Serbisë nuk përbëjnë rrezik për sigurinë. Sipas Kurtit, masa kufizuese nuk ka qenë asnjëherë tregtare për masë sigurisë.